Je një grua në menopauzë mbi 50 vjeç, ja cilat janë vitaminat që të duhen. Gratë mbi 50 vjeç kanë nevojë për disa vitamina dhe minerale specifike për të përballuar ndryshimet hormonale dhe ndryshimet fiziologjike që ndodhin në trupin e tyre. Disa nga vitaminat dhe mineralet kryesore është vitamina D3, K2, kalcium, magnez, zink, vitaminat B kompleks, omega 3, vitamina E e të tjerë. Ju gjitha këto vitamina dhe minerale mund t'i plotësoni me anë të suplementeve bimore. Dy alternativa shumë të mira janë aksonoli dhe fleksonormi. Aksonoli ka në përmbajtje vitamina të grupit B kompleks dhe aminoacide dhe bioashwagandës që ju ndihmon të reduktoni stresin, ankthin, afshet e nxehta që krijohen gjatë menopauzës, ndërsa fleksonormi është një vitamin e cila ka në përmbajtje vitamina D3, K2, kalcium, zink, magnez, kondroitin, glukozamin, MSM që ju bën të mundur mirëmbajtjen e shëndetit të kockave, nyjeve dhe kërceve. Këto të dy suplemente merren nga 1 në ditë, aksonoli sugjerohet të merret 1 kapsul në mëngjes pas ushqimit, ndërsa fleksonormi të merret 1 tablet në drekë pas ushqimit.